Shikues të televizionit s'kan jemi në election room, kanë mbetur vetëm pak ditë nga fushata elektorale, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur të shpërndarjen e materialeve në qendrat zgjedhore ku do të zhvillohet procesi votimi ditën e diel. Por ndërkohë ne do të vijojmë në ditët e mbetura për të analizuar programet ekonomike të partive, sot do të ndalemi tek çësia që partitë kanë ndaj biznesit dhe do të ndalemi për bërë pak një bazë krahasimore se cili është ndryshimi që kanë subjektet politike. Për sa i përket Partisë Socialiste ka një çësi për lehtësime të mëdha për biznesin e ri dhe inovacionin dhe ndër të tjera parashikohet ndryshime të TVSH dhe tatim fitim ku parashikohet për 0 dhe për 10 vite, për 500 sipërmarrësit e parë që investojnë në zonat malore dhe rurale do të ketë pra taks 0 TVSH dhe tatim fitimi. Për sa i përket rimbursimit të TVSH-s, parashikohet një rimbursim automatik në programin e Partisë Socialiste, parashikohet që të mos ketë më kontrolle fizike dhe automatizimin total të procesit. Ndërkohë një nga angazhimet që kemi shpalosur dhe më parë është ajo që është prezantuar dhe nga kryeministri dhe është prezantuar dhe një event publik, është paqja fiskale për 3 vite me biznesin, ku parashikohet asnjë kontroll për periudhën në fjalë për bizneset që deklarojnë sakt bilancet e tyre, ka dhe disa diskutime sepse kjo është ka të bëjë me një lloj amnistie për faktin se në këtë mënyrë kërkohet të shkohet në një pikë zero me biznesin duke korrigjuar bilancet e së shkuarës, por nga krau tjetër për përcaktuar dhe një mas për të ardhmen pra ku eliminon kontrollet e biznesit dhe ka një lloj marrëveshje mes administratës tatimore dhe vetë bizneseve. Ndërkohë parashikohet 0% taks pra për startupet e teknologjisë në kuadër të Smart Albania. Qëllimi në këtë rast është tërheqja e talenteve dhe kapitalit huaj në programin e Partisë Socialiste dhe nga krau tjetër parashikohet leje investimi me 1 euro për pronarët e tokës në zona malore për ata që kanë pronë për më shumë se 10 vitesh. Këto ishin pikat e Partisë Socialiste ku dallohet pra diferencat që kanë përsa i përket biznesit. Për kaluar tek Partia Demokratike e cila ka thjeshtimin dhe reduktimin radikal të procedurave dhe taksave për biznesin. Në fakt parashikohet rikthimi i taksës së sheshtë, pra duke përmbysur sistemin aktual që është një sistem taksimi progresiv përsa i përket tatim fitimit dhe tatimin mbi të ardhurat, për gjitha të ardhurat, biznes, individ dhe kapital, parashikohet rikthimi një modeli liberal të viteve 2005-2013 në programin e Partisë Demokratike. Ndërkohë për 4 vite parashikohet stabilitet fiskal dhe garanci për të mos rritur asnjë taks gjatë një mandatit plot. Kjo është një angazhim i shprehur në programin e Partisë Demokratike dhe sigurisht është një lloj garancie që duhet sigurisht shkon në të njëjtën mënyrë edhe me atë të Partisë Socialiste pra me paqen fiskale nga krau tjetër. Në programin e Partisë Demokratike parashikohet pra që të mos ketë ndryshime taksash apo stabilitet të ligjeve financiare të vendit. Ulja barros mbi karburantet që mund shoqërohet me ndryshime në strukturën e akcizave është ndryshim tjetër i Partisë Demokratike kundrejt biznesit dhe heqja e tatimit mbi dividendin për investitorë strategjik është po ashtu një pikë tjetër në programin e Partisë Demokratike. Për të vjuar më pas me subjektet e tjera, Lëvizja Bashk parashikon si qasje ka drejtësinë sociale fiskale në programin e saj, parashikon një sistem tatimor progresiv ku tatimi të bëhet mbi bazën e të ardhurave reale dhe pasurisë. Ndërkohë, për tatimin mbi pasuritë e patundshme parashikohet një rikthim i tij, por në një vlerë më të lartë, pra kemi thënë dhe më përpara, por përfshirë dhe tokat e pashfrytzuara, por apartamentet të cilat janë mbi 2 ose 3, pra që nuk janë vetëm për qëllime banimi, por edhe për qëllime të krijimit të ardhurave, por për të bërë biznes, parashikohet një tatim progresiv për ta, pra një farë mënyrë që të ketë mundësi të ketë edhe arka shtetit të mund të marrë të ardhura nga ky aktivitet që është relativisht shumë fitipërës i viteve të fundit. Ndërkohë, tatimi mbi ndolësit më të mëdhenj me qëllim drejtësi mjedisore dhe fiskale është një pikë tjetër që parashikohet në programin e Lëvizjes Bashk. Do kalojmë tek Partia Socialdemokrate që në qasjen e saj ka drejtësi sociale fiskale, pra kjo është parimi që ndiqet në programin e Partisë Socialdemokrate, ku parashikohet tatimi i apartamenteve të dyta dhe motel, sidomos në zona turistike, parashikohet tatim progresiv mbi trashëgimit e mëdha, një propozim pak i dëgjuar më parë në Shqipëri, dhe taksa për përfitimet ekstra dhe korporatave të mëdha gjatë krizave, pra një farë mënyrë një projekt që është marrë dhe nga jashtë për një model i huaj, është i parashikuar në programin e Partisë Socialdemokrate. Ndërkohë, të analizojmë pak se ku ndryshojnë partitë në programet e tyre. Partia Socialiste është fokusuar në nxitjen e investimeve dhe startupeve përmes heqjes së taksave, pra kjo është një lloj filozofie në programin e Partisë Socialiste. Në programin e Partisë Demokratike parashikohet një ulje uniform që favorizon të gjithë bizneset dhe individet më të ardhura. Në Lëvizjen Bashk ka fokus në shpërndarjen dhe taksimin e pasurisë, ndërsa Partia Socialdemokrate eksperimenton me ide si tatimi i trashëgimisë dhe i pronës së tepërt, të cilat ka një efekt social, por janë më të vështira në zbatim teknik dhe politik. Këto janë ato qasje që kanë subjektet politike përsa përket qasjet që kanë ndaj biznesit dhe politikës fiskale. Sigurisht të do të diskutojmë pak më vonë me Mateo Spau në studio, por fillimisht të ndjekim pak çfarë ka ndodhur ditën e sotme, kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur shpërndarjen e bazës materiale për zhvillimin e zgjedhjeve në Shqipëri, nga krau tjetër ka dhe një lloj diskutimi përsa përket votës së emigrantëve, ku sigurisht ka ende zarfe të paardhura në Shqipëri. Ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Prej ditës së djeshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar shpërndarjen
e bazës materiale për votimin brenda vendit, në KZAZ e qarqeve Gjirokastër, Dibër, Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë, Berat dhe Kukës. Jemi në procesin e përgatitjes për shpërndarjen e bazës materiale edhe në 4 qarqet e tjera të mbetura. Sot përfundojmë procesin e përgatitjes të gjitha pajisjeve që do të përdoren për identifikimin elektronik dhe në fundjavë fillon shpërndarja e këtyre pajisjeve, e cila do të bëhet veçmas nga baza tjetër materiale zgjedhore. Nga me dije faktin që janë 224.628 zgjedhës të cilët e kanë marrë dokumentacionin zgjedhor pra fletën e votimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë 144.783 deri më sot, të cilët e kanë dorëzuar fletën e votimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por për ligjin, për marrëdhënie kontraktuale që ne kemi me operatorin e shërbimit postar, ne njohim atë çfarë vetë individi i prezanton Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe të gjithë votuesit nga jashtë, duke qenë se janë të regjistruar në platformën PER, kanë llogarinë e tyre, lehtësisht ata mund të futen dhe të raportojnë problematikën që kanë hasur në lidhje me marrjen në dorëzim të dokumentacionit zgjedhor. Deri në momentin që ne flasim, janë 156 raportime në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. 156. Nga këto janë 90 raportime, të cilat lidhen me atë që zarfi i DL-s është lënë në hyrje të banesës apo në kutinë postare. 90 ankesa të tilla, që përbën 57.69% të totalit të ankesave të paraqitura. Janë 21 ankesa, sipas të cilave DL nuk pranon të vijë dhe të marrë zarfin mbrapsht. Pra, votuesit e kanë thirrur, i është përgjigjur operatori i shërbimit të DL-s kudo në botë, dhe ata kanë refuzuar për të shkuar dhe për ta marrë zarfin. Gjykuar nga numra, gjithmonë pastaj gjithë secili mund të bëjë vlerësimin e vet. Ndoshta ne nuk jemi në terren dhe nuk dim shumë se çfarë ndodh, por nga ato çfarë vjen këtu tek ne, qoftë nëpërmjet partive politike, qoftë nëpërmjet votuesve, asesi ky proces nuk mund të vihet në diskutim. Nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pra nga SPAK janë 115 materiale kallëzuese, këto nga subjektet zgjedhore, referime nga policia e shtetit, të iniciuara kryesisht nga vetë SPAK, denoncime në platformën online, si dhe denoncime nga qytetarët. Kemë rritur në hapësirën e intervistës me mua në studio është Mateo Spau, ekspert ekonomie, dekani Fakultetit Ekonomisë në UET. Faleminderit Mateo për prezencën tuaj. Faleminderit. Nuk mund mungonit për në analizën e programeve ekonomike, në fakt besoj keni shqyrtuar programet. Kanë qenë partit, si janë dukur partit, pra strukturura mendim, kanë bërë llogarit mirë, janë përpjekur. Ka qenë tipikisht një përqasje premtimi për të kapur votën e shpejtë. Pra, shkoni, këto momente janë momente të mira, jo thjesht për të dhënë disa premtime. Një në 4 vjet ja vlen edhe që të bësh një lloj bilanci dhe për të parë çfarë mundet të bëjmë. Pra, e thënë ndryshe, jo për të rritur çik këtë, çik atë, ose për të ulur këtë ose atë taks, por më shumë për të krijuar një shtratë të duhur për zhvillimin ekonomik të vendit. Pra, normalisht, gjatë qeverisjes ose gjatë opozitës, nuk të bjen ndërmend ta bësh këtë gjë. Por kur ke një fushat elektorale dhe duhet i prezantosh shqiptarëve një diçka, është koha e duhur për ta bërë këtë gjë. Dhe kjo më duket sigurisht është një rast i humbur, për të qenë sinqert me ty. Pra, partitë kishin shansin konkret për të krijuar një plan zhvillimi për vendin. Çfarë do bëjmë në 4 vitet e ardhshme ose në 40 vitet e ardhshme, pse jo? Pra, si e duam Shqipërinë. Pa do përdonte vota Mateo një gjë të tillë, sepse mbase kur është si ekonomist është pak më ftohtë, por elektorati do një çik pak ngrohtësi, pak tërheqje. Kjo është e vërtet, por edhe këtu ka një çështje. Pra, jemi në një situatë ku qeveria është 12 vjet që është qeveri dhe opozita është 12 vjet që është opozitë.
E dua të them që nëse gara është kush të gënjeshtër më të madhe, sigurisht ata që kanë qenë opozit nuk kanë patur sukses, sepse është kuptuar që ishte gënjeshtër. Ose sepse njerëzve i pëlqen të gënjen më mirë nga qeveria, nuk ka rëndësi kjo. Por ideja ishte që do të ishte e udhës, unë mendoj, që të thoshin të disa të vërteta dhe të kishte një gjë serioze, sepse unë besoj që njerëzit në një kohë afat shkurtër arrin të kuptojnë edhe çfarë është serioze dhe e bëshme dhe çfarë është thjesht një premtim kështu. Ne kemi analizuar disa për premtimeve, disa mund të realizohen, disa janë shumë kushtueshme dhe kjo është e padiskutueshme që jo të gjitha do realizohen, do të bjetë përmbysim gjithë ekonominë, mënyrën si funksionojnë. Ama ka pasur në një ide që i dukur sa do pak interesante, po flasim ndryshe nga zgjedhjet më parshme, po thuajse 6 subjekte apo 7 subjekte kanë programe, pavarësisht ndryshimeve që kanë për mënyrën e realizimit. Por të paktën si keni vlerësuar faktin që kanë një program të shkruar, të cilin e kanë shpalosur publikisht. Shikoni, është e vërtetë që deri një farë pike, le të themi kështu, disa elemente konkrete janë treguar, janë përqasur në raport me popullsinë. Por kjo qasje nuk kupton një lloj, ishin më shumë pika të forta se sa një vizioni për Shqipërinë. Ishin magnetike për elektoratin, më shumë se sa... Të kuptojmë, ka qenë një tentativë e lishme për blerje vote, ta themi kështu. Sepse nëse unë them që do t'i rrisë pensionet, do t'i dyfishoj pensionet në 4 vjetë, shembull, unë çfarë po bëj? Përse pensionisti duhet të ketë pensionet të dyfishuar? Dhe si do ta bëjmë këtë gjë? Dhe kush do ta paguajë këtë faturë? Si do krijojnë këto të ardhura? Pra, nëse unë tregoj të gjitha allkat, se si mundet të bëhet kjo gjë, kush do të paguaj faturën, e kështu me radhë, kjo është e vlefshme, është e bukur, pse jo? A mund të bëhet? Po, mund të bëhet. Puna është, a i bën mirë ekonomisë, apo jo? Pra, ky është sensi im. Ideja është, nuk është, një qeveri mundet të mbajë edhe gjitha premtimet. Po, këto gjitha premtime që qeveria dhe mundet të mbajë, çfarë sjell për ekonominë shqiptare? E pasuron apo e varfëron? A i nxjerr njerëzit nga varfëria, a zgjeron stresën e mesme, apo jo? Apo krijon po të njëjtën situatë vartësie nga shteti, nga qeveria, nga premtimet dhe vartësia në raport me varfërinë. Forcat pretendente kryesore duhet se bashkohen një pikë pra tek pjesa taksave, lehtësitë fiskale që janë, kemi premtime, po themi që deri taksa zero. Shikoni, së pari, gjithë ne duhet jemi kontribues në një komunitet të përbashkët. Sepse mjaftueshëm këtij komuniteti kemi bërë dëme. I kemi bërë aq shumë dëme sa vetë shqiptarët ikin. Dhe nga dëmet e bëra vetë, dhe nga dëmet që të tjerët ju kanë bërë atyre, brenda kësaj Shqipërie. Pra, çfarë do të them është që këto gjëra me zero i përkasin periudhës para viteve 90 dhe kanë qenë shumë të kushtueshme, shumë të shtrenjta dhe shumë të dëmshme. Pra, të gjithë duhet të dimë që pak, shumë, duhet të kontribuojnë për të përbashkët. Tani, se sa pak ose se sa shumë, hajde të diskutojmë, por kur fillon me zero, ose këtë gjë e paguan shteti, ka një koncept shumë... Pra, ka një problem sikur shteti ka një minjerë dhe nxjerr parat kot. Kur në fakt janë parat tona. Pra, ideja është, aty i thash përpara, nëse ne duam që të ulim një taks, duhet të sqarojmë, po mirë, ku do të gjejmë këto parat? Apo do ulim taksën, do një fushatë anti-informalitet pak në pretendohet. Dakor, po, fushatë anti-informalitet ka një çështje se të dy kompetitorët kryesorë sot, dhe qeveria dhe opozita, aktuale ose partia më e madhe e opozitës aktuale, qeveria ka 12 vjet që është qeveri. Tani, nëse është puna për të rekutuar informalitetin, ko ka pas mjaftueshëm. Ndërkohë që vetë opozita e sotme ka qenë 8 vjet në qeveri para kësaj qeverie, dhe ajo, edhe kur ka pasur rezultate, kanë qenë të pjesshme. Dhe 4 vjeçarin e dytë, humbi dhe meritoi të humbiste. Pra, duhet të them që në të dyja rastet, pra si të them kompetitorët kryesor, janë, më falë për shprehjen, ta them më qartë, janë kompetitorë të serisë B. Pra, nuk kanë një plan dhe një strategji kryesore për zhvillimin e vendit. Dhe për ndryshimin e kursit të vendit. Është një lloj trekje zvar të njëjtës gjë të njëjtit vend. Pra, është një lloj trekje bare dhe jo një lloj mundësie për të bërë muskuj për të ngritur vetë shqiptarët. Po të paktën njëri nga dy lojtarët e serisë B pas 11 maj do duhet që një farë mënyre këto që i ka si angazhime t'i zbatoj. Absolutisht po. Sepse njëra nga këto variante... Por, mos të harrojmë dhe një gjë tjetër që mos harroni që ata që fitojnë zgjedhjet janë ata që kanë bërë fushata të mira, jo domosdoshmërisht ata që kanë
mbajtur premtime. Sepse ka ndodhur që qeverit në të kaluara nuk i kanë mbajtur premtime dhe prapë kanë fituar zgjedhjet. Pra, do të them, nuk është 300.000 vende pune, sindecia falas, elementet të tilla, nuk janë mbajtur ende sot. Pra, do të them, kanë qenë premtime, por gjithsesi nuk janë mbajtur, por gjithsesi shqiptarët kanë vendosur të vazhdojnë. Sepse në fundit njerëzit votojnë edhe për atë që është më pak keq se tjetri. Pra, jo domosdoshmëri sepse kanë mbajtur premtime, jo sepse është, domethënë, kështu perfekt në premtimet e veta, por sepse është pak më mirë se ai tjetri. Kështu që dhe fatkeqësisht edhe këtu vijojmë me të njëjtën situatë. Pra, unë për shembull kam vënë re nga anët e dy partive kryesore një lloj tendence për të thënë që ne do rrisim me 20% të ardhurat të pagën mesatare, pra nga 1.000 euro në 1.200 euro. Po, që është angazhim shumë impenjativ i kushtueshëm edhe njerë, është angazhim impenjativ i kushtueshëm, por mund të jetë edhe tërësisht jo efikas ose i pamjaftueshëm. Pse? Prova pak, Krishnik, të imagjinosh që në 4 vite ti po e rrit rrogën me 5% në vit. Pra i bie 20%. Po, për të arritur 20. Tani, ne kemi patur kriza, kemi patur luftën e Ukrainës, kemi patur Covid-in, kemi patur situata ku inflacioni ka qenë deri në 15% në vit. Dhe kjo gjë, dhe po të shikoni rritjen e rrogave, në qoftë të privati, qoftë të publiku, të shteti, ato janë arritur në 4 vitet e fundit me shumë më shumë se 20%. Pra ideja është, më shumë se sa të rrisim me 20% pagat, a mundet të themi se sa duam që të rrisim fuqinë blerëse të njerëzve? Sepse të rrisësh pagat me 20%, kur çmimet mund të rriten me 30, nuk është premtimi i mbajtur. Si mund të rritet përveç se nga paga fuqia blerëse në individ? Atëherë, premtimi duhet të jetë që unë dua të rris fuqinë blerëse me 20%. Gjë që do të thotë që nëse inflacioni do jetë 5%, i pagën do të rrisësh 10%. Nëse inflacioni në 4 vjet do jetë 20%, unë pagën do të rris 40%. Në mënyrë të tillë që indeksimi me bazë inflacionit si për pensionet si për pagë duket si gjitha partitë kanë braktisur sepse asnjë nuk thotë indeksim sipas inflacionit, thotë rritje pensionesh fort dhe bonuse, pra të gjitha bien dakord që indeksimi me inflacionin është në raport me inflacionin. Këtë mundet ta thonë, por nuk e kanë thënë. Pra, në një farë prizme, nëse ne do kemi inflacion të ulët, ajo rritje me 20% në 4 vjet mundet të jetë mirë. Por kush na e thotë këtë gjë? Pra, prandaj duhet të them që premtimet janë sipërfaqësore. Pra nuk janë lodhur me idenë për një zhvillim ekonomik të vendit. Kanë vendosur disa shifra që të jenë sensacionale, të bëjnë një lloj janë kuptueshme mbase për masat, më shumë se të kuptueshme magnetike në sensin kështu pra. Se shumica e shqiptarëve nuk është se merr shumë vesh nga ekonomia, në sensin bashkë me Moldavin jemi vendi që di më pak në Europë. Por nuhatin e kemi të mirë për të bërë biznes. Çfarë, atëre, edhe këtu, nuhatin e kemi të mirë për të bërë biznes, po ideja është që pjesa më e madhe e votuesve shqiptar është në një situatë ku 600 ca mijë janë pensionistë. Një pjesë tjetër, le të themi kështu, banojnë në zona rurale, një pjesë tjetër janë punonjës në shtet dhe nuk kanë çfarë biznesi të bëjnë. Pra, pjesa le të themi kështu që është aktive, po i futet gjërave, por duhet të them që gjithsesi është një pjesë minoritare, fatkeqësisht, dhe gjithsesi njerëzit janë të lidhur dhe shpeshherë votojnë jo në vetvete në raport me premtimet, por edhe me interesat e drejtë për drejta dhe me lidhjet e drejtë për drejta që kanë dhe ne jemi vend i vogël. Ka bërë përshtypje shumë në këtë fushat që mbas edhe ju do ta keni vënë re që të gjithë deklaratat e liderëve politik janë përqendruar tek programi më shumë se asnjëherë tjetër. Zakonisht kemi parë angazhime në fushat elektorale shumë agresive, me akuza kundër akuza. Këtë herë duket sikur ka pasur një lloj fushate ku gjithë subjektet po shpalosin programet. Të paktën ky element atëherë së pari apo është ai lojtari i ri në politikë që po i frenon pak. Akuzat dhe kundër akuzat janë reduktuar sepse dy forcat kryesore kanë patur probleme me staf. Dhe nuk mundet të thotë ai duti kap një duti ndosë ana sjell tas. Pra, do të them sepse është një situatë ku të dy partitë kryesore janë në akuzë. Pra, ideja është që kjo letër nuk funksionon. Sepse përgjigjja do ishte po ajo. Pra është baraz me 0. Atëherë çfarë ngelet është së paku të merremi me pak thelb. Pra çfarë mundet t'ju japim qytetarë, çfarë mundet të themi, sepse demonizimi i tjetrit është nuk funksionon në këtë sens ose kthehet me një demonizim tëndim. Pra ideja është që flitet pak më shumë për programe dhe kjo është normal. Por pak një ndërgjegjësim për ekonominë, pranoni si profesor ekonomie që paktën diskutimin për ekonominë ka shifra për ekonominë dhe çështja është tek ekonomia dhe edhe një herë
është normale që në çdo vend që synon të zhvillohet, në qendër të debatit jetë ekonomia. Dhe kjo është kjo është në Itali, kjo është Shtetet Bashkuara të Amerikës, me ekonominë e fitoi te Trumpi. Pra zgjedhjet, kështu që në një situatë normale paqe është ekonomia që është elementi qendror dhe shtylla kurizore e fushatave elektorale. Thënë kjo, nuk duhet të harrojmë një gjë, që qoftë taksa SESH, qoftë taksa progresive, me norma të ndryshme, janë tërësisht efikase kur shteti, kushdo të jetë partia që do të qeverisi, ka një strukturë që lejon fatkeqësisht korrupsionin dhe lejon abuzimin. Pra, pak rëndësi ka cilën taks do vëmë, një taks më të majt ose një taks më të djathtë, në momentin kur ka mundësi për abuzim, rezultati për të varfrit dhe rezultati për bizneset është i njëjti. Pra duhet kuruar një ranë për të vazhduar në krahun tjetër. Para se sa ne të themi çfarë ngjyre do ta vëmë murin, do ta ngjyrosim me blu apo do ta ngjyrosim me të kuqe, do ishte mirë të ndërtoni murin një herë. Dhe ky mur quhet shteti, quhet institucione tatimore, institucione doganore, kështu me radhë. Pra, unë fatkeqësisht duhet ta them të vërtetën, nuk shikoj në çfarë mënyrë duhet të reformuar administrata shtetërore, ose partitë si duan të reformojnë ata, çfarë duan të bëjnë. Sa duan të reduktojnë informalitetin. Sepse reduktimi i informalitetit është një gjë që shkon në mod për çdo fushat. Por, e vërteta është që sa përqind do ulet në çdo vit dhe cilat mase do marrë konkretisht, kjo do ishte një punë serioze. Shpeshherë thuhet, Mateo, që në fakt ky informalitet, në fakt sigurisht një lloj motori i ekonomisë, po jo zyrtarisht, po themi. Mos Informaliteti është një motor ekonomisë dhe vajos mirë ekonominë, kur ai dhe është provuar shkencerisht, kur është 10 deri në 12 maksimumi 15% të prodhimit brendshëm bruto. Në Shqipëri jemi 2 herë gjysmë mbi atë. Sipas raportit. Pra, sipas raporteve ndërkombëtare shkojnë nga 32% deri në 50% ekonomi informale. Kujdes, nuk është se Shqipëria ka qenë gjithmonë në këtë situatë, duhet të themi të vërtetën. Në vitin 2002-2003 kemi qenë në një situatë ku ekonomia informale ishte 3 fish sa ekonomia formale. Pra ndërkohë janë bërë reforma, por fatkeqësisht nga viti 2014. Njerëzit mbase kujtojnë pak me nostalgjia, po. Shikoni, ishin kohë ku një pjesë të njerëzve kujtonin me shumë nostalgji, po një pjesë tjetër vdiste deteve në përskafe, në po ato vite. Dhe rasti 2003 është rasti tipik, pra sepse tregon, pra nëse dikush bën shumë korrupsion dhe dikush tjetër nuk ka asgjë, tregon që vendi ka një si them një pabarazit të skajshme. Kujdes, situata nuk është më mirë, por le të themi kështu që niveli i detit është ngritur pak për të gjithë. Dhe ka dhe një gjë tjetër, që ndryshe nga viti 2003 sot kemi valvula shfryrje. Pra, sot nuk është e vështirë për një shqiptar të emigrojë në Gjermani ose në Britani të Madhe, në vitin 2003 ishte komplet e pamundur dhe radhë. Për në Itali, për ambasadë italiane, greke, kështu me radhë, ishin të pafundme. Pra, duket si sikur situata është përmirësuar, por nëse është përmirësuar ka 2 faktorë. Një, shpirti sipërmarrës i shqiptarëve, që në një situatë paqe i e konsolidohet, sepse jemi në një situatë ku ai që ka punuar do punoj më shumë, ka më shumë kapital, me atë kapital do rrisi pronën e tij, do bëj më shumë, dhe kemi ndërmarrje që zgjerohen, sot kemi mbi 1500 ndërmarrje që kanë më shumë se 50 punëtor, në vitin 2005 ato ishin 380. Ndërkohë që elementi tjetër është që një pjesë të shqiptarëve ka vazhduar të emigrojë. Dhe kjo gjë ka bërë sikur situata të duket më mirë. Është fenomen pak ajo përplasja e... Fenomeni është prezent në gjitha Europën lindore, dhe vetëm në vende si Polonia, Çekia dhe Slovakia ka ndaluar dhe ka filluar e kundërta. Pra një rifillim i rritjes së popullsisë. Ndërkohë që për vendet e tjera ende nuk jemi aty. Pavarësisht se është futur në B, Kroacia ka vazhduar të mbasi popullsinë e vet, nga 4.300.000 që kishte në 1990, tani ka 3.800.000. 30 vjet më vonë dhe në B. Por, domethënë, largimi nga Shqipëria është i paprecedent në raport me vendet e tjera të Ballkanit dhe të Europës, sepse sot, nëse ne nuk do kishim pasur në emigrim, do kishim 5 milion shqiptar brenda Shqipërisë, kemi vetëm gjysmë. Është një fenomen historik, në fakt, mund ta them si studiuesi historik. Është një fenomen të 6 shekujve të fundit fatkeqësisht. Është përshpejtuar mbasi, po sa është krijuar një elitë, ka emigruar dhe ky është fatkeqësia mbasi që ka ndodhur. Duhet vënë që gishtin kokës, po prandaj
duhet të shërbenin fushat elektorale dhe situatat para fushatave për të bërë një lloj bilanci serios. Kemi pasur në fakt alternativa, po themi paketa maleve për të drejtuar migrantët, kemi programin e ri popullimit, themi, apo ka një lloj, pra e kanë paktën subjektet politike kanë identifikuar si problematik këtë. Pra ka shanse Shqipëria nesër të jetë një vend që mundi të rritë pra presidenti i Rumanisë apo një vend tjetër, ju përmendët disa raste që në këtë vend të rikthehen shqiptarët apo Shikoni, çdo gjë është e mundur. Pra, është e pa mohueshme që Shqipëria ka pasur një progres ekonomik. Por, nëse ne, si fuqi blerëse, një shqiptar në vitin 2003, kishte 23-22% të fuqisë blerëse në raport me një qytetar të BE-s, sot është e 37%. Pra, përmirësim po. Ndërkohë nga viti 2003 në vitin 2025 kanë kaluar 22 vjetë dhe ti ke vajtur vetëm nga 22 në 37. Pra, shpejtësia jote e konvergjencës dhe parafrimit me standardet e BE-s është aq e ngadalë sa të duhen mesatarisht 70 vjetë për të arritur në një 80-90%. Dhe kjo zakonisht, kur mirëqenia nuk përputhet, po themi prodhon atë që quhet migracionin, sepse njëri nuk do presë 10 vite që t'i rregullohet jetën. Nuk do presi të bëhet plak që është përplasja e famshme e qytetërimeve Hamiltonit. Koncepti është që njerëzit edhe mund të presin, por ti duhet t'i japësh më nga dalë kufit, më nga dalë doganat, pra të pengosh sa më shumë lëvizjen e njerëzve e kështu me radhë. Por, natyrisht, jo të gjitha proceset e zinë me të njëjtën shpejtësi. Ideja kush është? Ideja është që lufta reale ndaj korrupsionit bën që të rriten ndjeshëm parat në dispozicion ose për investime, ose për ulje taksash. Dhe njerëzit me aq sa din, sepse edhe ky është një problem e dia e individëve dhe kompetencat e tyre profesionale, me aq sa din të provojnë të ndërtojnë fatin e tyre në vend dhe të ardhmen e tyre, dhe nga ana tjetër të rriten investimet që shteti të ndërtojë sa më shumë arterje i gjaku, pra rrugë, infrastrukturë, më shumë mundësi. Më shumë mundësi që njerëzit me aftësitë e tyre të arrijnë dhe të pasurohen dhe të krijojnë pasuritë për të tjerë. Keni dalluar për te i fakti ju thatë pak më parë që po themi janë kryesisht programe elektorale, mbase nuk identifikojnë shumë mirë ato problematikat e Shqipërisë. Keni identifikuar një qasje duke sikur gjithë subjektet janë të majta, pra gjithë një shtet, një super shtet. Ka një qasje filozofike themi tek këto programe që janë bërë, pra ka një që shef po themi shtetin me rol pak në ekonomi, tjerë që shohin shumë të fuqishëm. Atëherë, shikoni, në momentin kur ne flasim për vende tendencialisht të varfra, dhe ku njerëzit nuk kanë një histori dashamirëse për lirinë e tyre personale, vetë që programet do jenë të majta. Sepse çfarë është e majta? Është asistencë nga babi, që i bie tjetë shteti, që i ka xhan qytetarët e vet dhe ju përgjigjet për çdo gjë. Dhe një dëshirë e vogël për lirinë, thash në sensin që qytetarët nuk duan të marrin përgjegjësi për veten e tyre. Dhe kanë gjithmonë fajin të tjerë se kanë kur fajin vet. Pra, dhe normalisht në vendet më të varfra, gjithë njerëzit kanë psikologjinë e të varfrit. Pra, ideja është që nuk kam nevojë të, pra nuk kam, po pikërisht pra. Pra nuk kanë një traditë lirie dhe nuk kanë një traditë si pasojë as përgjegjësie, sepse kush është i lirë është i përgjegjshëm për vetveten, se nuk ka të tjerë që do ta mbrojë, është vetë. Kurse kush do sklavërinë në thonjza, sepse në fakt, nëse kërkojmë shtetit na rregullojë gjithçka, nuk mund të dalim kundër shtetit nesër, apo jo. Pra, ideja është pikërisht kjo, që do detyrohesh të shesësh lirinë tënde. Pra, në gjitha vendet ku ka një varfëri të madhe dhe vijon të jetë varfëri e madhe, nuk bëhet gjë tjetër veçse shitet për mbijetesë liria personale. Kur them liria personale, nuk është gjithçka, por është një lloj lirie politike. Pra, çfarë ndodh? Nëse ne do të kishim një vend ku qytetarët do kishin një stres të mesme, ku qytetarët do ishin pjesë e një stresi të mesme të shëndosh, kur do të kishte njerëz që do kishin shpirt sipërmarrës dhe dëshirë për të konkuruar, për të ecur, do ndiheshin të fuqishëm, nuk do impresiononte rritja e pensionit, sepse objektivi i tyre është që të arrinin në pension pa patur nevojë për pension. Dhe premtimet do të ishin të tjera. Premtimet do të ishin internet i shpejt, akorde ndërkombëtare pa dogan për eksportet, dhe sepse do ishin vend prodhues e kështu me radhë. Pra, do kërkonim më shumë para për IT-n, për inteligjencë artificiale, për automatizim, për inovacion. Pra,
Më shumë para, përse për këtë shëndetësisë, për të zgjatur moshën mesatare, më shumë para për arsimin cilësor. Pra, do ndryshonte elementi. Tani, kurse ku jemi? Jemi që partitë po premtojnë bukën e gojës. Për njerëz që nuk janë të sigurt nëse nxjerrin dot bukën e gojës. Ky është problemi. Pra është një problem psikologjik i individëve që mendojnë që janë të paaftë. Kjo është ideja. Sepse po ti jesh i aftë, nuk çfarë do presësh nga shteti? Më fal që ta them kështu. Do të bëj shteti të pasur? Jo. Nuk ka sens. Kemi një program që është, po themi, mundësia që duket që ka një lloj diferencë nga subjektet e tjera që parashikojnë një shtet shumë të vogël dhe është pikërisht ajo dore e padukshme që do bëj zhvillimin e ekonomisë. Ndërkohë gjitha të tjerat kanë atë shtetin, supershtetin në dorë, ju thatë. Por vetëm një diferencim, po. Dore e padukshme. Pra nuk është se ka një... është në teori funksionale, por shteti duhet të funksionojë si një lloj gardiani i dorës së padukshme. Pra, nuk është shteti me dorën e vet që duhet të japi lekët, por duhet të lejojë mekanizmat e tregut të funksionojnë. Por nëse ti e ke tregun e kapur në 4-5 duar, dhe ato duar mbrohen pikërisht nga shteti, ose kanë pakte me shtetin, kushdo parti tjetër në qeveri, sepse është historie këtyre 12 viteve, po edhe 8 viteve të kaluara. Atëherë, ideja është që nuk ka dorë të padukshme, duart janë shumë të dukshme. Ky është problemi. Dhe nuk e shpërndajnë, nuk allokojnë kapitalin atje ku është nevoja dhe atje ku është merita, por atje ku janë klanet. Dhe ky është problemi thelbësor i shqiptarëve. Sepse në një rast të tillë një pjesë e mirë të shqiptarëve ngelet pavarësisht meritave të tyre, se shumë shqiptarë kanë patur merita, por nuk kanë marrë shpagimin për gjërat që kanë bërë. Ose kanë qenë të konkuruar në mënyrë të pandershme dhe kanë falimentuar në raport me bizneset e tyre, jo për shkak të paaftësive të tyre, por për shkak të një tregu të kapur. Pra, ky është problemi real, por apo shikoni ju nga njerëzit çlirimin e tregjeve? Apo kërkoni këtë gjë nga njerëzit sot? Unë nuk e shikoj këtë gjë fatkeqësisht. Po shikoj që edhe njerëzit ashtu si partitë, po thonë, unë do ju jap pak më shumë, por jo se do lejoj që vendi të zhvillohet. Sepse kush është problemi kryesor i Shqipërisë sot? Është që vendi në një mënyrë ose në një tjetër është i kapur. Mundet mos jetë i kapur nga një parti e vetme, por është i kapur nga po të njëjtat forca ekonomike, politike, e kështu me radhë, që në një farë mënyrë çfarë do lloj ndryshimi ose e veshin vetë dhe janë ashtu, ose e pengojnë. Pra, dhe në këtë sens çfarë ndodh? Ndodh që ata që nuk kanë patur pushtet vijojnë të mos ta kenë. Pas një sistem fakt quhet oligarki i shtetit. Në liri, sigurisht gjithmonë ata që nuk kanë pushtetat do të jenë, nuk do kenë asnjëherë. Është sistemi. Jo, shikoni, ka disa kategori të caktuara jashtë. Shikoni, mundësia për të krijuar një rritje shoqërore, edhe personale, ka disa elemente që janë ashensor social. Nëse ti bën një shkollë të mirë, je bravo, e kështu me radhë, ti ke mundësinë të rritesh, të bësh para, të krijosh të ardhura, okay? Dhe ta marrësh fëmijën tënde dhe ta rrisësh në ashensorin social. Por duhet që dikush të t'japi mundësinë. A të jepet sot mundësia në administratën shtetërore? Është mbi aftësi apo është mbi elemente të tjera? Nëse do shkojmë te një privat, tendërmarrjet private të marrin për aftësi apo edhe aty ka klane. Pra, natyrisht privati është më fleksibël se shteti, por gjithsesi mos harrojmë që ky vend është një vend që ka një origjinë klanore dhe realisht urbanizimi ka ndodhur vetëm në Tiranë dhe pas viteve 90. Dhe prapë ekzistojnë disa lidhje gjithsesi. Pra, duhet të them që çështja e modernitetit që ka ardhur në Shqipëri dhe na kërkon gjithmonë më kompetitiv, përplaset me një situatë ku njerëzit ndrojnë me më shumë vështirësi nga që janë nevojat dhe domosdoshmëritë që vijnë nga jashtë shtetit. Pra, themi pse është Shqipëria ende varg, po sepse ne po ndryshojmë me vështirësi si individ. Sepse gjithë duan ndryshimin, po asnjëri nuk do të ndryshojë në këtë sens. Pra, dhe çfarë ndodh? Që votojmë gjithmonë të njëjtit. Po përgjithsisht sepse mezi ndryshojmë. Një diskutim antropologjik. Është antropologjik, por tani që të kuptojmë. Ekonomia është sjellja e njerëzve në raport me të ardhurat e tyre dhe me vendimet e tyre. Por mënyra se si ata i bëjnë këto të ardhura,
tregon shumë dhe është karakteri tyre, është mënyra e tyre sociale, se si lidhen me njerëzit e tjerë, se si bëjnë biznes me të tjerë, se si bëjnë biznes vetë, se si e shikojnë qëndrimin e tyre në vend, se si e kanë qëndrimin e tyre ndaj shtetit dhe shteti ndaj atyre dhe ndaj biznesit. Pra, është një sociologji, por e aplikuar paras dhe sjelljes që lidhet me paran. Një pikë tjetër që duhet që gjitha subjektet bashkohen është krijimi një banke zhvillimi, ka dhe alternativa për një fond sovran, pra edhe në këtë rast për të zhvilluar vendin, që sido që të shkojë rezultati i zgjedhjeve pas 11 maj, duhet se këto do të jenë një realitet një formë apo një tjetër, për shkak se dy pretendentët kryesorë kanë si objektiv. Në fakt, po themi, instrumenti ku shteti një farë mënyrë krediton në këtë lloj forme sektor të nënfinancuar të ekonomisë, si e gjykoni? Është momenti, po themi, që shteti marrë një rol të tillë edhe në kreditim, kemi pasur eksperiment me garancitë sovrane, si një test që rezultoi deri diku i suksesshëm gjatë periudhës pandemisë. Atëherë, edhe një herë. Çështja është kjo. Përse është menduar ideja e bankës dhe përse duket se do të bëhet realitet pas zgjedhjeve? Bankës për zhvillim. I aplikuar në veçanti ndaj sektorit bujqësor, për të folur hapur. Që është më i nën kredituar, i nën financuar. Është menduar kjo gjë nuk është sepse zbuluam tani që bujqësia ka nevojë dhe ka probleme. Arsyeja është sepse Bashkimi Evropian ka pezulluar fondet IPA për bujqësi. Sepse të gjitha fondet kanë qenë të devijuara dhe të gjitha fondet kanë qenë mecene nga institucionet shtetërore. Tani, nëse ne do kemi një integrim evropian të shpejt, dhe për vullnet të bëhes do ta kemi në një mënyrë ose në një tjetër, do ta kemi, edhe për shkaqe ndërkombëtare, por nuk ka rëndësi kjo tani. Rrezikojmë që të futemi në BE me një bujqësi të shkatëruar. Okej? Ose si ajo aktuale që nuk mjafton as për nevojat tona. Çfarë ndodh? Nëse futemi në BE me një bujqësi të shkatëruar, BE-ja thotë ti Shqipëri prodhon 10 në bujqësi. Dhe do vazhdosh të prodhosh 10. Dhe ngelesh në... Dhe do ngelesh po aty. Sepse politikat bujqësore të BE-s janë koncert, pra nuk mund të mbjellësh as një rënju liri pa sakt. Pra, çfarë do lloj rritje produktiviteti do duhet kontraktuar me BE-n. Dhe kam shumë gjë se BE të japi para që mos të prodhosh sesa të prodhosh. Prap nuk është mirë. Për efektin e konkurrencës, apo? Sakt. Për efektin të një tregu të brendshëm. Çdo vend ka kotat e veta. Ti mund të prodhosh më shumë, po me kushtin që të eksportosh jashtë BE-s, por në momentin kur ti je në një liçen evropian ku do eksportosh. Pra duhet bëhemi kompetitiv para se sa ideja është që duhet të bëhemi kompetitiv para se sa të futemi dhe për të bërë kompetitiv dhe më shumë prodhues nevojitet një sistem tjetër. Kush është ky sistem? Shpikja e bankës për një deus ex machina për bujqësinë. Por kujdes se ka një problem. Tani, nëse ne do ndërtojmë një bankë të tillë, nuk është ide keqe në vetvete, po mundet edhe të vinte pa diallosur më farë për shprehjen IPA-t. Okej? Tani, tani ideja është që unë e kuptoj këtë gjë, por kush na garanton që këto fonde do mirë menaxhohen, se janë fondet e shqiptarë. Mirë fondet e taksa paguesve europian i kemi abuzuar dhe BE-ja ka ndaluar. Po mund të ketë mbikëqyrjen e Bankës Qendrore. Mund të kenë shumë mbikëqyrje, por edhe IPA-t kishin mbikëqyrje. Pikërisht se kishin mbikëqyrje, BE-ja tha stop. Tani, ideja është pikërisht kjo që duhet të ndryshojmë mentalitetin dhe seriozitetin me cilin merremi me këtë çështje. Se okej, pas kemi një zgjidhje, po dakord, por ato persona, ajo administrat që ka favorizuar abuzimin, është po ajo që duhet të instaloj këtë tjetrin. Kush na garanton që tani do jetë ndershme? Pra, edhe një herë, ideja nuk është e keqe, po problemi është janë po të njëjtët. Kështu që të shpresojmë për rezultate ndryshme, të shpresojmë, por... Do shohim, besoj pa shumë shpejt, përderisa pritshmëritë janë që të kemi një avancim procesin integrues pavarësisht kush është subjekti politik, do shohim edhe shumë shpejt edhe si do të jetë realiteti i bujqësisë shqiptare. Një propozim tjetër, i cili ka qenë goxha interesant, pak i diferencuar nga programet e tjera, ka qenë edhe vendosja e euros si monedhë zyrtare të Shqipërisë. Si shikoni një nismë tillë, si mund të ishte impakti për një vend si Shqipëria për ekonominë shqiptare? Sa rrezueshëm mund të jetë, sa ndesh bie, po themi, apo shkon në proporcion me realitetin tonë? Ka një, më lejo termin një e keqe domosdoshme. Pse e keqe? Euro qeveriset nga Banka Qendrore Evropiane. Që përcakton politikën? Që përcakton politikën monetare dhe vlerën e euro, sa do vlej euro në raport me monedat e tjera, sa euro do prodhoj, sa do kushtojnë kredit në euro, e kështu me radhë, dhe depozitat. Tani,
Banka Qendrore Europiane bën interesat e shteteve kryesore të BE-s, që është Gjermania, Franca dhe disa ekonomitë kryesore. Okay. Ato vende janë në një situatë të caktuar ekonomike, kanë një zhvillim ekonomik të pjekur. Dhe interesat e tyre nuk përputhen me interesat e vendeve që duan të rriten ekonomikisht. Pra në vetëm në zhvillim, si ne. Dhe duan të zhvillohen. Pra, futja në euro bën dy gjëra. Një, heq mundësi që Banka e Shqipërisë të stimuloj pozitivisht ekonominë me anë të Suverenitetin e lekut. politikës monetare, po themi. Dhe nuk ka pasur funksion të keq historikisht Banka e Shqipërisë në këto 30 vitet e fundit. Ka qenë një nga institucione që ka funksionuar më mirë, me të thënë të vërtetë. Balancuar. Dhe elementi i dytë, po marrim euron, por do bëjnë interesat e vendeve që janë më të zhvilluara dhe më me impakt. Pra, sepse kanë më shumë impakt 80 milion gjermanë se sa 2 milionë gjysmë shqiptar. Këtu jemi dakord. Dhe kështu që në këtë sens pse është një keqje domosdoshme, sepse jemi një vend që gjithsesi ende sot është thellësisht i euroizuar. Dhe jemi kufizuar me vende si Italia, Greqia, Kosovë, Malizi, vetëm Maqedonia nuk përdor euro, por ju dini, shkëmbimet me Maqedoninë janë minimale në raport me totalin. Kështu që do jetë një keqje domosdoshme, por sa më vonë futemi, aq më mirë është për mendimin tim, por nga ana tjetër do jemi detyruar të futemi. Do jetë një lloj efekti. Rruga klasike pra jo një anshme, zgjat vite apo jo? Për rasti Kroacisë apo vjen vjet. Rruga klasike do zgjasi edhe shumë vite. Futja në BE nuk do të thënë futja në Eurozonë. Pra, ky është një lajm i mirë. Vende si Rumania dhe Bullgaria ende nuk kanë karakteristikat për të futur në euro, pavarësisht se në 2007 në futën në Bashkimin Evropian. Se Shqipëri duket sikur euro tashmë është realitet, pra mund të paguash lirisht për shkak turizmit. Edhe për para kështu ishte, me thënë të vërtetën, sepse ishin remitancat e kështu me radhë, por euro është absolutisht është një realitet, sepse rreth 80% të import-eksporteve tona janë drejt vendeve të BE-s, ose të vendeve që përdorin euro. Po flasë edhe tek ajo celula më vogël ekonomike, po them te një market mund të paguash me euro, mund blesh. Çfarë do lloj gjëje? Pra, edhe në një situatë ku tani është 1/100 ose aty afër me lekun, gjithsesi është edhe lehtësisht i llogaritshëm edhe konvertuar, është e vërtetë. Ka një gjë që qëse, domethënë, në favor të euros do të ishte që gjithsesi të gjitha ato kostot e konvertimit lek euro nuk do të paguheshin më. Dhe nga ana tjetër ekonomia shqiptare do ishte qartazi më kompetitive. Pra, vetë bizneset do të kuptonin sa kompetitive janë në raport me bizneset e tjera të BE-s. Edhe ashtu si dhe shqiptarët do kuptonin rrogat e tyre sa vlen në raport me vendet e tjera të BE-s. Pra, në një farë mase futesh në një treg të përbashkët dhe edhe adoptimi i anshëm do ta favorizon të këtë përqasje. Por llogaria përfundimtare, pra ja vlen apo jo, është shumë e vështirë për të bërë, sepse varet si përfiton nga oportunitetet që euro jep dhe se si zvogëlon minuset që euro jep, apo e kundërta. Pra, çështja është edhe këtu një qeverisje e situatës. Një propozim, po qëmë jo domosdoshmërisht piktoresk, po marrë për guximin ta quaj tillë interesant, ka qenë ai që punojësit e kompanive të mëdha shtetërore të zotrojnë 10% të aksioneve të këtyre kompanive. Pra si një mënyrë për të pasur të ardhura shtesë, po themi, përveç pagës edhe i realizueshëm në vend si Shqipëria, apo është bursa elementi më i përshtatshëm në këtë rast? Çfarë do ndodhte nëse një punonjës si kompani shtetërore do të hiqej nga puna? Çfarë do ndodhte me aksionet e tij? Mbase do ta ketë menduar ai që ka bërë propozimin. Pra ideja është do të themi gjëra me sens, do kishte mirë. Do të them, nëse ne duam që të shesim një pjesë të kompanive, një pjesë të aksioneve të kompanive shtetërore, mund të ta shesim në treg, mund ta blejmë. Pra përmes duke listuar në bursë. Pra gjëja duhet të jetë e ndarë titulli i pronësisë me se ku punon ti. Pra mund ta blej unë, mund ta bleni ju, mund ta blej vetëm punonjës që punon aty, e kështu me radhë. Pra kjo është e para. Pra nuk mundet të detyrosh se të kufizosh njerëzit, dhe para që nuk ka sens. Dhe e dyta, kujdes se kjo quhet privatizim. Dhe nëse ne fillojmë në procesin e privatizimit të kompanive shtetërore që japin shërbime bazike, siç është uji dhe energjia, pra ne në shtëpi nuk kemi 20 kompani uji, një është e shkreta,
nuk kemi 20 qezna, të themi ku po e marrë sot. Quhet monopol natyral, nuk ke çati bësh, një do të duhet jetë ajo. Atëherë, ideja është kujdes se me privatizimin mundet që nesër pas nesër mund të jetë një person i vetëm që mbledh gjithë aksionet, edhe bëhet të ndryshon roli pastaj. Edhe bëhet kompani private. Kështu që duhet kemi pak ose edhe nëse është aksioner minorance, prezenca e tij me 30-35% prapë në vendimarrje ndikon. Kështu që kjo quhet privatizim. Edhe të monopoleve natyrale. Idealiste. Kështu që kujdes sepse ëndra mundet të kthehet në makt. Zgjidhja më mirë në rastin aktual është akoma varianti klasik pra i listimit në bursë edhe kur të ketë nevojë qytetarët. Zgjidhja më e mirë aktuale është që të kërkojmë të qeverisim në mënyrë të ndershme kompanitë shtetërore. Dhe nëse ekziston vullneti, bëhet kjo gjë. Okej. Kemi pasur ide tjera, ndër cilat sigurisht një nga premtimet ka qenë e Partisë Socialiste për Paqen Fiskale, ku subjektet mund negociojnë tatim fitimin pra për vitet e ardhshme, por nga krau tjetër mund të bëjë një lloj pastrimi në thonjza të bilanceve të së shkuarës. Pra duket sikur ka një përpjekje për të bërë një pikë zero për të bërë biznes. Si e keni parë këtë iniciativë? Atëherë, ka dy propozime. Se një që është si amnisti dhe tjetra që është për të ardhmen. Nëse s'gaboj nga Partia Demokratike për të falur gjobat ose mos pagesat e energjisë elektrike, që është tipikisht e majt. Dhe një nga Partia Socialiste për të falur gjobat e bizneseve që është tipikisht e djathtë. Pra janë majt është e djathtë, ka thënë fuga nga bërë edhe pa presë. Në Shqipëri, po bëjmë si gjithmonë të kundërtën. Ideja është që të dyja këto për të realizuar kanë nevojë që shteti njërë të marrin masa, impermeabiliteti, e thënë ndryshe. Nëse unë kam krijuar një strukturë që nuk lejon më që mos të paguajë drita dhe ujë, mundet të marrë ndonjë masë, që do të ishte e gabuar gjithsesi, sepse ata që kanë paguar dritë e ujë, më falë për shprehjen, pas kanë qenë budallënj. Pra nxit informalitet, edhe në këtë sens dhe abuzim. Por elementi tjetër nuk mundet të lejohet që të vazhdojnë më. Por a e kemi ndërtuar këtë strukturë? Ndërtojmë mirë këtë strukturë, pas të flasim. Dhe nga ana tjetër, edhe për bizneset, fakti që ka shumë biznese që kanë gjobat pa paguara, elementet të tjera dhe taksa që janë ende në diskutim, edhe këtu vlen një të arsyetim, a sa gjasa ka që të kemi po të njëjtat probleme në të ardhmen dhe çfarë masash duhet të marrim? Marrim mirë këto masa, që mos të ndodhin më këto problematika e kështu me radhë. Përndryshe quhet falje taksash. Dhe është tërësisht e gabuar. Mateo, të falenderoj për këtë bashkëbisedim. Do ritakohemi besoj sërish për diskutuar, se të ka akoma për diskutuar mbase dhe për qeverinë e pas 11 majit. Falenderoj, kënaqësi. Shikues e televizionit s'kan pak minuta publicitet për të rikthyer në pjesën e dytë. Jemi në pjesën e dytë të Election Room, pasi kemi diskutuar me ekspertin ekonomist Mateo Spao, programet e partive politike, do të lidhemi me dhomen tjetër të Election Room me kolegen time, Gjorgjina Deta, për të analizuar apo për të dhënë disa statistika tjera. Gjorgjina, mirë mbrëma. Krishtik, mirë mbrëma, mirë se ju gjej. Sonte ku je fokusuar? Atëherë sonte do diskutojmë mbi taksën e sheqerit dhe më thënë të drejtën është një premtim i Lëvizjes Bashk dhe çfarë unë dua të theksoj është fakti që jemi në vazhdim të 3 puntatave tani më, edhe të puntatës së sotme, por edhe nëse flasim për puntatat e kaluara, 2 puntatat e kaluara, asaj sa i përket premtimeve më të veçanta ato të shëndetësisë, pra duket sikur me këtë premtim, të cilën unë kam zgjedhur të analizoj në 4 grafik që kam sjellur sot, do të shohim pra se çfarë premton Lëvizja Bashk dhe me thënë të drejtën pra jemi në kuadrin e një shëndeti të mirë dhe promovimit të një shëndeti të mirë publik. Çka vjet re në këtë taks pra të Lëvizjes Bashk, pra taksa për sheqerin, është që vazhdojmë këtë taksë kanë aplikuar, pra ka patur praktika edhe në vende të zhvilluara europiane që kanë ndjekur pra këtë praktikë dhe duket sikur Lëvizja Bashk është një hap larg për promovimin e shëndetit të mirë. Atëherë unë dua të kaloj në grafikun e parë ku do të sjell pra të shohim edhe një herë përmbledhja se çfarë thot premtimi, pra taksë sheqeri për produktet që përmbajnë më shumë se 8 gram sheqer, e cila do të ketë për qëllim pra të kufizojë konsumin e produkteve të papërshtatshme për shëndetin. Dhe në këtë grafik unë kam sjellë gjithashtu ndër të tjera kreshnik, pra vendet që e kanë aplikuar dhe përfitimet që ka patur pra nga aplikimi i kësaj takse, pra i kësaj praktike. Atëherë le ta nisim Mbretërinë e Bashkuar, pra produktet e taksuara të cilat përmbajnë një sasi të konsiderueshme sheqeri janë milkshake dhe kafe me sheqer dhe akoma është një debat publik dhe përfitimet do shihen më vonë. Pra kanë një ndikim ende në vlerësim megjithatë të
dukshëm sipas raporteve të ndryshme. Nga ana tjetër kemi Francën për ushqime të përpunuara me sheqer dhe në fakt, nga aplikimi i kësaj takse, ajo çka vjet të re për asaj përket ndikimit, shohim një rënje të konsumit të produkteve të ëmbla. Pra kjo taks ka patur ndikim në promovimin asaj që unë cilësova më parë, pra të shëndetit publik. Në Meksik, pra, janë taksuar pijet të ëmbëlsuara, që e njëjta gjë ka ndodhur në disa vende të SBA-s, dhe ka patur një rënje me 12% në vitin e parë sa i përket Meksikës, ndërkohë nga ana tjetër një rënje me 10% në shitje dhe rritje, 16% të shitjes së ujit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nga aplikimi i kësaj takse, çka duket se ka patur një ndikim pozitiv. Le të kalojmë te grafiku i dytë, ku do të flasim sërish për aplikimin e kësaj takse dhe çfarë pra parashikohet dhe çfarë mund të arrihet nëse aplikohet kjo taks. Atëherë do të kemi reduktim të konsumit të këtyre produkteve. Në shumë vende, taksa pra e sheqerit, në këto vende që unë përmenda, por gjithashtu kemi edhe Hungari në mes të këtyre vendeve, taksa e sheqerit ka çuar në një reduktim të konsumit të produkteve me përmbajtje të lartë sheqeri, siç e theksuam edhe në grafikun e parë. Për shembull, në Mbretërinë e Bashkuar është parë një rënje ndjeshme konsumit të sheqerit pas zbatimit të taksës, gjë që nëse do të aplikohej edhe në Shqipëri, do pritet të kishte të njëjtin ndikim. Nga ana tjetër kemi ndikimin ekonomik. Pra taksa e sheqerit kanë gjeneruar të ardhura shtesë për shtetet, të cilat mund të përdorë për financimin e programeve shëndetësore dhe edukative, gjithmonë pra në funksion të shëndetit. Ndërkohë në Slovaki taksa ka sjell rreth 110 milion euro në vit. Pra, në këtë rast kemi jo vetëm përfitimin pra social, por kemi edhe përfitimin monetar, pra një taksë e cila shton të ardhura në buxhet. Në grafikun e radhës do të flasim sërish për taksën, por për këtë temë, por në një formë tjetër. Pra, sa ka importuar sheqer Shqipëria këto vite të fundit sa i përket të dhënave të tregtisë të jashtme të shprehura në peshë. Dhe rezulton që për vitin 2024, edhe pse është luhatur në rënjen vitin 2023, kemi një ngjitje në vitin 2024 të importit të produktit të sheqerit dhe ëmbëlsuesve të tij, dhe shohim që është vlerësuar në 65.9 milion kilogram pra importi. Dhe nëse bëjmë një llogari të thjeshtë sa i përket pra banorëve në Shqipëri, gjithmonë referuar të dhëna më të fundit të censit, në vitin 2024 Kreshnik importuam rreth 27 kg sheqer për frym. Çka do thotë është një vlerë e konsiderueshme, dhe nëse e përkthejmë për një ditë pra për frym, ka një vlerë të konsiderueshme, ndoshta edhe përtej normave që ka vendosur Organizata Botërore e Shëndetit. Pra, përgjithsisht në raporte të ndryshme, vendet e Europës, por edhe vendet e Amerikës së Veriut, shihet që ka një konsum të lartë përtej normave të lejuara nga Organizata Botërore e Shëndetit. Atëherë unë do doja të kalonim në grafikun e radhës, i cili është dhe grafiku i fundit, për të parë pra se cilat janë vendet në Europë që konsumojnë më shumë sheqer dhe cilat janë vendet që konsumojnë më pak, dhe si është Shqipëria në raport me këto vende. Atëherë, sipas FAO, shohim që Shqipëria konsumon 18.6 kg sheqer për frym në vit. Ky raport i referohet vitit 2022-2023, dhe nëse marrim të dhënat edhe nga Instituti i Statistikave, gjithmonë sa i përket importeve, pra përputhen të dhënat. Nëse i referohemi 3 vendeve në Europë me konsumin më të lartë të sheqerit, shohim që Belgjika rënditet në vend të parë me një normë prej 48.3 kg për frym në vit. Nga ana tjetër kemi Poloninë me 45.7 kg për frym në vit dhe Maltën me 43.8 kg për frym në vit. Nëse shohim 3 vendet që kanë normën më të ulët të konsumit të sheqerit në Europë, kemi Bosnjë-Hercegovinën me 18.3 kg për frym në vit, Çipron me 17.6 kg për frym në vit të konsumit të sheqerit, dhe nga ana tjetër Luksemburgun me 10.8 kg për frym. Ku qëndron Shqipëria? Shqipëria qëndron në mes vendeve të fundit, pra ndër vendet e fundit. Megjithatë, nëse e krahasojmë me vendin që ka konsumin më të ulët, pra Luksemburgun dhe Çiprin dhe Bosnjë-Hercegovinën, ka një diferencë të ndjeshme pra sa i përket konsumit të sheqerit. Megjithatë, nisma e lëvizjes bashkë pra sa i përket kësaj pike, kësaj takse për këtë produkt, pra për sheqerin, duket se mund të sjellë, nisur dhe nga praktikat të ngjashme në vende të tjera të Europës, një reduktim pra të konsumit për të promovuar, siç e theksova edhe më herët, shëndetin e mirë. Lërgjena, dhe falenderoj në fakt për gjithë informacionet që keni sjellë deri tani, dhe sigurisht do të takohemi sërish ditën e nesërme. Faleminderit ju. Ndërkohë, fushata elektorale tashmë është në përfundim të saj. Kemi parë një seri eventesh publike të bërë ndërqarqe nga liderët e partive politike, të cilët kanë përmbytur fushatat. Sigurisht kjo nuk kupton që këto evente që përmbytin fushatën, ndërpresin fushatën, ajo do të vijojë sigurisht. Por cilat kanë qenë aktivitetet e ditës së sotme, ju ftoj ta ndiqni.
E kemi gjetur vendin me 3.300 euro për frym në vit, sot jemi në 10.324 euro dhe do të shkojmë në 15.000 euro në Shqipëri në 2030. Borxhi ka qenë 70% zyrtarisht, po shumë më i lartë në fakt me gjithë borxhin e fshehur që ne e gjetëm dhe e adresuam, dhe sot ne kemi ullë në 54%, që është brenda normës dhe që do të thotë se financat tona, do të thotë se ekonomia jonë janë mbi themelet sigurta. Dhe shikoni se si kanë ndryshu normat e fitimit për biznes në vogël. Këto janë para që shteti merte për vetë në vetë, çdo vit nga biznesi vogël, ne I kemi lënë në arkën e familjeve të atyre që merren me biznes vogël dhe siç kam thënë, sot jemi në vetëm 11% të bizneseve në total në Shqipëri që paguajnë tatim fitimi dhe deri në vitin 2029 të gjitha bizneset e vogla do ta kenë zero taksën. Siç e kanë. Nuk do kenë taksë mbi fitimin e tyre, sepse ne duam që ata të vazhdojnë të forcohen dhe të kalojnë në nivel tjetër më pas. E kam pas vetë dëshirën time. Gjitha takimet që kam pasur në gjithë qarkun e Thierit, me të rinj, me biznese që kanë kohë që operojnë, që kanë pasur guximin të hynë në fushën e një investimi, sa do I madh apo sa do I vogël, I pyes gjithmonë për pagat dhe më ka rezultuar që pagat janë të mira në treg, sot që flasim. Jo të mira, shumë të mira. Ashtu. Kështu që, meqenëse se ti ke vështirësi për gjetur punonjës, është mirë që të sqarojmë se sa paguajnë këta punonjës. Unë mendoj që informacioni është shumë I rëndësishëm për tregun e punës. Nëse ata dinë që ju paguani mirë, që kushtet e punës janë të përshtatshme, patjetër që do gjejnë, sepse për secilin është më mirë që të rinë në vendin e vet, paguhet ashtu siç duhet, se sa të shkojë diku jashtë, marrë ndoshta edhe një pagë më të madhe, po t'i keqëm vetë në emigracion dhe e di shumë mirë se sa janë kostot e jetesës, sa janë kostot që duhet harxhosh për ushqimin dhe gjithçka tjetër. Një gjë shumë e rëndësishme është që sot të gjithë ata që po ngrenë bizneset e tyre nga ana tjetër e kanë provuar të qenit punëtor apo jo. Po. Është vërtet dhe ajo të jep një plus të madh. Të jep një plus të madh dhe në marrëdhënie që kemi, se unë se quaj punëtor asnjëherë, unë e quaj realisht bashkëpunëtor, mos e them bashkëpronar, se që secili ka aksionet e veta. Pasaporta që zëvendëson pasaportën që kemi sot për të lëviz pa viza, është statusi I ri I shqiptarit në Europë. Është statusi I ri I Shqipërisë në Europë. Është pasaporta e identitetit Europian të shqiptarve, jo vetëm me zakon, se me zakon ne këtu kemi qenë nga më të vjetrit në këtë kontinent, në këtë qell, por edhe me ligj. Qytetarët dhe qytetarët e Beratit dhe të marë Shqipërisë ftohen në vendimin e tyre historik, në vendimin e tyre nofta vendimin më të rëndësishëm të jetës tyre, për të nda me një të keqe të madhe që në mënyrën më të pamerituar I varfroj ata nga vit I vit, 12 vite me radhë, që në mënyrën më të pamerituar dhe jashtë çdo imagjinate, la klasat e shkollave tona pa nxënës, shtëpit pa fëmijë, djepet bosh, të moshuarit në vetmi, të thellë dhe të frikshme. Qëllimi më madhor I programit të Partisë Demokratike, I programit të opozicës shqiptare është të sjell kombin në rinin e tij. Çdo universitet, publik apo privat, do të lidh marrëveshje me kompani për të ofruar praktik të integruar në program
dhe do përfitoj mbështetje shtetërore për të gjithë praktiken, të gjitha lehtësirat për bizneset e tyre. Punëdhënësi që do punësoj të rit, do ketë një ulje 70% e taksa, interesat e kredis për çdo fëmijë. Për fëmijën e parë 70 euro bonus, gjithin vazhdim. Për fëmijën e dytë 60 euro, për fëmijën e tretë nga lindja gjerë 23 vjeç, çdo shpenzim do merret përsipër nga shteti. Vota juaj është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Votoni, sepse pa votë dhe pa liri dhe pa dinjitet nuk mund të ketë jetë. Vota juaj për numrin 1, Aleancën për Shqipërinë Madhështore të Partisë Demokratike, është vot për të mundur varfrinë ekstreme në 100 ditë, për të rritur pagat e pensionet, për një mundësi të re për biznesin e fermerët. Zoti na ka dhënë forcë për ta mbajtur kokën lart. Zoti na ka dhënë liri për të pasur dinjitetin ton, të luftojmë të keqen motra dhe vëllezër, të luftojmë për njerëzit, për familjen, për beratin, Shqipërinë dhe për kombin ton. Dhe arma më e fuqishme kundër çdo sistemi të kalbur dhe të korruptuar është vota juaj, është dinjiteti juaj, është liria juaj. Kjo është forca juaj. Mos e shisni votën, mos lejoni të blihet vota, se nuk shitet djersa dhe mundi prindërve tanë. Kanë qenë këto aktivitetet elektorale të ditës së sotme. Bashkë do ndahemi për të lënë në shoqërinë e kolegës time Elizabeta Dosku. Shikuesit e televizionit Skan, mirëmbrëma, mirë se vini në Kandidati. I ftuari që kam sot është një arkitekt sipërmarrës shumë i njohur dhe tashmë në politik. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj Aleksandër Jushi, Koalicioni Euroatlantikët Qarku Lezhë. Mirë se erdhe, është kënaqësi. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Ke lindur në fshatin 3 të Lezhës, ma më bëri përshtypje si emër, nuk e kisha dëgjuar, është problemi im kjo, ky duhet jetë. Po si është formësuar fëmijëria jote? Në fakt, unë kam lindur në fshatin 3 dhe kam mbaru shkollën fillore në fshatin 3 dhe me lidh politikisht është fshati 3 dhe unë, bëjmë numrin 4. Bëni numrin 4. Si ka qenë fëmijëria jote? Në fakt, fillimisht kam qenë një fëmijë i llastu. Kanë lastu familja, agja sidomos, po që ka qenë ato, po themi ato propësijat i kam bosa kam qenë i vogël. Pastaj në pjesën që jam rrit, mendoj se jam djalë shëmbullor i qytetit. Dhe thonë që kush është i prapë i vogël, bëhet shëmbullor në fakt kur rritet. Në fakt, mund të sjell një histori të vogël, ku më kërkuan foton për i dallum në shkollën, klasë parë. Fotoja ime ishte me cigare, si për tavoline. Kur e shikon tani ato imazh, tash, do të thënë, komplet ka ndryshuar situata. Do të them edhe histori të vogël. Kur kam qenë i vogël, baba im ishte emigrim në Greqi dhe atëherë u folte me telefon. Herë në javë, herë në muaj, nuk e mbaj mend se sa shpesh. Po unë, kur flas telefon me te, kërkoj një motor, një pistolet, një automatik, ku di unë lodra fëmijësh atëherë. E ai qesh, po jetonte një familje doktorash në Greqi, edhe pyesin ato pse qeshe. Ky tregon historinë. Edhe tregon babën se ato bën marak. Kur kemi ik pas shumë vitesh në Greqi, e pyesin babën, ai djali që ke pas është akoma Hamburg nga çfarë bën? Jo, po djali shumë i mirë. Është një arkitekt në fakt. Si ke zgjedhur të bëhesh arkitekt? Ke pasur një dëshirë të hershme, ka ardhur një moment caktuar, si u fute në arkitekturë? Në fakt, mbaj mend shumë përpara se me zgjedh arkitekturën, ishim në një kamp me fëmijë të tjerë. Edhe në dhe temat lira, dikush bote vizatime, dikush vizualiqe, bëni që adoni temat lira, dhe unë vazhdojë të bëni një maket. Dhe kalon një motërën të Mërgesha, si ishte kam kishe, edhe më tha, o djallë, tha paske për të bëni një arkitekt i Zoti. Atëherë nuk i vuna rëndësi, kur regjistrova në shkollë, fillun të më dalë fjallët. Ka e bukur.
Kështu që atëri mendoj se në arkitektur ja kam arrit, pra edhe me projektu diçka të pëlqyeshme dhe për me marrë kënaqësinë maksimale për ta ngjuar veten plotsu. Mban mend diçka nga shkolla e lartë në arkitekturë që të ka bërë përshtypje apo të ka mbetur në memorie? Ka një moment shumë interesant. Ditën e parë që kam shku në shkollë, kur kemi filluar shkollë, profesori tha që do nxirrin nga një letër e do shkruani si shikoni veten pas 10-15 vitesh. Shkruajtëm ato letrat, i palosëm, kur ditën e diplomave na sollën dhe tha profesori, ju kujtohet ajo dita? Pra pas 5 vitesh. Pas 5 vitesh shkollë. Do lexoj tha disa nga letrat, po unë nuk i vuna rëndësi për arsye se nuk kam qenë tip shumë i shkrimit, kam qenë më shumë ke shkencat eksakte. Dhe kur vazhdoj lexoj letrën, qyteti im Lezhë është një qytet i bukur që ka lumin, detin, malin. Shpresoj që një ditë të bëhem një arkitekt i mirë, pasi mendoj se një arkitekturë e mirë përmirëson jetën e njerëzve. Që nga ajo ditë jam mundu ta vazhdoj, por sot kam kuptuar se mund të bash me arkitekturë, po me politikë mund të bash edhe ma shumë. Pra, doza që mund t'japësh për të përmirësuar qytetin tanë është më e madhe se sa vetëm arkitektura. Por kjo nuk më pengon me bë edhe nëpërmjet arkitekturës. Po, mund ta bësh, patjetër, se mos kur je një arkitekt ke këtë vizionin dhe më të qartë dhe për qytetin. Dhe fakti që ti nuk ke shkëputur nga Lezhë, do të thotë që ti vërtet e do kaq shumë të vend, sa jeton aty dhe ke vizion për ta çuar përpara qytetin e Lezhës. Në fakt, edhe kur kam qenë në shkollë në Tiranë, edhe dialektin nuk kam arrit të ndroj. S'ke dashur apo nuk e arritur? Po më duket që kur dal pak jashtë karakterit, kështu që jam pak lezhjan fanatik. Çfarë të ka çuar në arkitekturë? Të ka çuar biznesi jot familjar, ti ke një biznes për, le të themi, për gurin, për punimin e gurit, apo ke shkuar në arkitekturë se e ke dashur vetë, si një formë edhe për të çuar përpara biznesin familjar? Në fakt, arkitekturën e zgjodha pak në momentet fundit, isha mes inxhinierisë mekanike dhe arkitekturës, po zgjodha arkitekturën pasi mendova se është një jetë më e bukur e arkitektit, pra më pëlqente pak edhe fakti që mund të shëtis, mund të shikoj vepra, edhe lidhej pak me mënyrë direkte me produktin, me ndjesinë, kurse ajo mekanika ishte diçka më eksakte, më afër shifrave. Në fakt të rezultoi që të kesh një jetë më të bukur si arkitekt? Po jam shumë i lumtur se e kam arrit atë që kam pas, po thënë, kam mbush shpirtin me arkitekturë. Ti e ke ushtruar këtë profesion. Cili ka qenë projekti yt më i madh që ke bërë si arkitekt dhe që do të na e tregosh? Projektet, më thënë drejtën, kam bërë disa projekte. Fillimisht e kam nisë me shtëpia, pastaj me objekte pak më të mëdha, me rezidenca, kam bërë dhe objekte publike. Tashi më duket si sfidë për veten, kam dëshirë që të shkoj në një shkallë më të madhe, në një shkallë qyteti. Sepse edhe në fakt edhe me diplomën lidhet fakti se unë kam mbaruar arkitekturë dhe dizajn urban. Dhe më pëlqen të punoj në shkallë më të madhe. Cilat janë projektet publike që do nënvizoje? Projektet publike, krahas disa projekteve që nuk janë mbyll komplet, sepse në fakt unë kam bërë projekt ide si fillim, pastaj është një fazë tjetër që vazhdojnë projekte teknike, por diçka që kam lënë gjurmë janë urat që janë bën Lezhë. Në fakt është njëjti projekt, po janë të vendosura 2 ura. Koncepti ka qenë frymëzimi nga tradita, po më duhet të bëjmë diçka që të tregoje që është diçka shqiptare, por e stilizuar në mënyrë moderne. Dhe nuk e di nëse do keni mundësinë ta shikoni, është zgjedh forma e harkut për 2 arsye. E para ka qenë se urat tona tradicionale janë urat me harqe, me gur, dhe për të bërë mundshme se mbase nesër do të vijë dikush të lëboje që të rritet pak niveli i drinit edhe të bëhet i lëndrueshëm. Dhe forma e harkut jep mundësi që të kalojnë varkat. Po është mendu pak edhe në të nesme, se nuk ndodh që urat bëhen çdo vit. Si ndjehesh ti kur i sheh këto projekte, kur sheh njerëzit që shkojnë bëjnë foto, bëhen trend, i hedhin rrjetet sociale, dhe ndërkohë je ti truri dhe dora pas tyre? Do më thënë, pavarësisht se mbase shumë veta se vinë e bën foto, nuk e dinë se i kam projektuar, siç është edhe hoteli Gjuetis, aty në fakt jam mundu më shumë ta ruaj dhe të shkoj në një harmoni se sa ta dëmtoj, por fakti se vinë bëjnë shumë foto, shumë videoklipe,
njerëzit të zgjedhin, domethënë është për mua është një kënaqësi shumë e madhe se marr një falënderim pa e ditë që po më japin personalisht. Pra, vlerësimi është maksimal, patjetër. Pyetja që bëjnë gjithë është çfarë bën një arkitekt, një biznesmen, ndër më të suksesshmit, të paktën në qarkun e Lezhës, që t'i hyj politikës. Ke profesionin që do, ke biznesin që do, je i plotësuar, por ndërkohë nuk je dhe aq i plotësuar sepse kalon në një fushë tjetër që është politika. Ka dëshë Zoti, na ka ecë mirë, pra kemi punu shumë nëpërmjet punës, na ka ecë mirë dhe mendoj se është koha për të dhënë vendit edhe për t'u dhënë njerëzve. Dhe ku ke mundësi, besoj vjen natyrshëm që të futesh dhe të kontribosh. Politikën, si që të ceka pak ma të prezentimin që bona me shkollën, mendoj se është vazhdimësi e një andre që kam pas për të bëna Lezhën qytet më të bukur. Dhe për këtë arsye, kam dëshirë t'jap kontributin tim. Se besoj fort se vendi jo ndërtohet duke punu gjithë nga pak. Dhe unë du t'jem një pjesë e ekipit që kontribon për të bëna një vend sa më të mirë. Çfarë do ndryshoje ti në Lezhë? Cili do ishte ai projekt që do doje ta çoje përpara nëse do ishe në parlament? Çfarë i mungon Lezhës sot? Të drejtën, zakonisht mundohem që ta ndaj problematikën tema ndryshme dhe t'japim zgjidhje konkrete. Pikë parë unë do filloj të dhënë kontributin në arkitekturë, pra duke bërë një lobim që mund shkojmë te infrastruktura, se ka të domosdoshme nevojën, dhe aty besoj kam për diçka për të dhënë, mund t'jap maksimalisht. Shpeshherë edhe punoj, pra po themi pa pas porosi, po thjesht për të lexuar qytet, për të bërë një analizë se ku mund ta ketë potencialin, se një ditë mund të jepet mundësia dhe pse jo ta zhvillojmë në drejtim ku ka potencialin. Nga biznesi kam mësuar edhe problematika tjera siç janë bujqësia, turizmi, por mendoj që dëshira e madhe, vullneti dhe duke besuar edhe te profesionistat, se nuk mendoj që një politikan duhet i dihet gjithë, ai duhet të konsultohet shumë dhe duhet të bashkëpunojë shumë me profesionista për të dhënë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Pse ke zgjedhur koalicionin e Euroatlantikët, ndërkohë që kisha mundësi të ishe në një parti të madhe, që shanset për të qenë në parlament do të ishin shumë edhe më të mëdha? Atëherë do të ndalem pak. Unë si person vi nga një familje djathtë, gjyshim ka bërë burg politik në Spaq, dhe si familje djathtë unë zgjedh Partinë Demokratike, por nuk ka gjë më demokratike se listat e hapura dhe koalicioni Euroatlantik është partia ku unë kam gjetë hapësirë demokratike. Pra e besoj fort se gara duhet të jetë e barabartë. Kjo është një bindje imja, le të futemi në garë, sepse mendoj se prodhon më të mirën. Jo se kam, në fakt Lezhë është e vogël, unë kam miq te PD-ja, te PS-ja, por nuk pëlqen fenomeni që krijohet. Mendoj se mund të rritet pak shkalla e servilizmit. Ndoshta kjo është mendimi im, por duke qenë listë të hapur, duke zgjedhur njerëzit, ti përgjegjësinë e ke më të madhe. Si ishe shanset për qenë në parlament? Shanset për qenë në parlament, unë jam njeri i punës, jam mësuar gjithçka të arrit me punë, edhe po punojmë fort, njerëzit po na premtojnë, njerëzit kanë respekt, dhe besoj se do dalim faqebardh. Do kemi mundësi të përfaqësojmë. Mendon që do jenë klientët e tu në restorant, apo ata që shijojnë punët e tua publike, votuesit e tu potencial në Lezhë? Më thënë drejtën, se ne kemi vazhdu fushatën, përveç 35 viteve punë të familjes e bashkë, që ka një domethënie të madhe, shumë frymëzuese kur edhe ato pak shok të gjyshit tim që jetojnë sot, edhe ato janë krah. Domethënë është kraja e madhe, të vini shok i gjyshit me shkop për me të ndihmu, me të mbështet për këtë rrugtim. Dhe shoh se domethënë pavarësisht se jam nipi, transmetoj ka i atë vazhdimësinë e asaj shoqërie që kanë pas. Ke ndonjë projekt për Lezhën arkitekturor që lidhet me kujtimin e gjyshit tënd? Në fakt, nuk kam projekt për Lezhën, kam bërë temën e diplomës, kam bërë burgun e Spaqit në kthim muze. Ishte një mënyrë
unë për të njoftë arkitekturën, por për të njoftë edhe gjyshin, se isha i vogël kërë e ndre jetë, dhe ishte i mënyrë, pra për mu ishte sentimentale, ishte arkitekturë sentimentale. Do ike ndonjëherë nga Lezhë, jam kurioze, do me thënë nëse nuk do ishe në politikë, nëse do të vinte një shansë më i mirë, një kontratë pune shumë më e mirë jashtë? Kam pas oferta kur isha në vitin e fundit shkollës, sa kam baru, dhe të them drejtën, kam shku, se përmenda pak parë arkitekturat, e zgjodha se është dëshirë madhe me shëtit, po maksimumi që kam nejtë kanë qenë 2 javë, 3 javë, dhe s'kam nejtë ma shumë kënë jashta. Nuk kam pa në i vend botë që t'i ketë gjitha në një hapësirë ka gjithë vogël. Dhe unë ndihem shumë i plotësuar në Lezhë. Biles diskutoj ka me bashkëshorta ime ka pas jetu në Itali, është shqiptarë për që ka ju në Itali. Diskutoj me te, edhe diskutojmë pak të pjesën e fëmijëve, se kur të rriten fëmijët, do i qemë shkolla jashtë, do i qemë për tjetë ma mirë, thëmë, po mirë, Shqipëria shumë mirë, ne u rritim këto shumë mirë. Jo, po janë ca kushte që mëngojnë. Po hajde të rregullojmë, po kush do rregullojmë? Po fillon babaj veti pari me shok, gjithë pak nga Lezhë ta ndërtojmë, ta plotësojmë që mos kemi nevojë që nesër ti frymëzojmë fëmijët tanë për me ikë jashtë. Po mundohemi maksimalisht që plotësojmë kushtet që të rrinë këto. Shumë e bukur. Pra, qytetarët e Lezhës, votuesit e tu, duhet ta dinë që ti do jesh aty. Për ata gjithmonë. Ata e dinë sepse në fakt për ata që nuk njohin personalisht, njohin nëpërmjet punës, edhe e din që puna ime ka marrë një dimension të madh, po themi në shkallën e shtrirjes. Thjesht kam qef ta nxis, ta bëj sa më të madhe, sa më gjithë përfshirëse në komplet Lezhë. Ai është një figurë e njohur në jetën publike, por edhe politike dhe tashmë zyrtarisht kandidat për deputet. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Redi Muçi nga Lëvizja Bashk, Qarku Tiranë. Përshëndetje, është kënaqësi. Faleminderit. Të kam parë shumë aktiv në jetën publike, jo sot, por ndër vite. Po ndërkohë kush është Redi për te këtij kandidimit? Njohim pak më shumë nga profili jot. Atëre, unë jam pedagog për shumë vitesh në Universitetin Politeknik të Tiranës, të Fakulteti Gjeologji Minierave. Kam mbaruar studimet për fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe specializohem le themi tek gjeoteknika. Dhe aktiviteti im kryesisht publik ka pasur të bëjë me angazhimin që për viti 2011 deri më sot, me, le themi, kauzat të ndryshme sociale, jemi fokusuar, për shembull, tek kundërshtimi i reformës në arsimin e lartë, dhe, për shembull, tek nevoja që ka shoqëria jonë për të themeluar sindikata të pavarura punëtorësh, po dhe në një sër kauzash të ndryshme sociale, me një fjalë, kështu që këtu janë fokusuar kryesisht aktivitetet tona si Lëvizja Bashk dhe më parë quheshim organizata politike para se të ktheheshim në parti politike, me një fjalë. 14 vite aktivitet, çfarë ka bërë ti jesh kaq i pranishëm në jetën publike dhe në kauzat që ke mbrojtur apo ke kundërshtuar, le ta themi? Shiko, unë kam qenë student në Angli, në Britaninë e Bashkuar, kur mund të them se, le themi, fitova një ndërgjegje politike, dhe me këtë s'duhet të them se më lindi dëshira ose ambicia për të bërë politikan. Madje edhe sot që kandidoj parë në Tiranë nuk e kam fare këtë ambicie, unë mendoj se jam shumë i lumtur duke bërë punën e pedagogu në fakultet, por që të fitosh një ndërgjegje politike do të thotë që të fillosh të analizosh situatën, kontekstin social në cilin jeton. Unë në fakt mbarova studimet pikërisht në vitin 2009, dhe ju kujtohet që në 2008-2009 ishte kjo kriza globale financiare dhe për një të ri, për një student i përgatitet të dalë në tregun e punës, fillojnë lidhin ca pyetje çfarë po ndodh me ekonominë, me shoqërinë dhe nga ky moment në një farë mënyre fillon të analizosh, të lexosh edhe për historinë dhe fillon të kuptosh që në shoqëri ka grupime të ndryshme sociale, të cilat shpesh herë kanë interesa konfliktuale me njëra tjetrën, ka grupime të cilët janë të shtypur, të nëpërkëmbur, dhe ka grupimet pastaj që janë të privilegjuar falë kësaj shtypje që ushtrojnë pjesë më të madhe të shoqërisë. Dhe pasi e fiton këtë ndërgjegje sociale, kupton edhe që, si thua, që nga koha e Romës së lashtë deri më sot
e vetmja mënyrë që kanë pasur grupimet e nënrenditura për të fituar të drejta në shoqëri ka qenë përmes organizimit, që nga rebelimet e sklevrëve në Rom deri tek punëtorët dhe studentët sot që protestojnë për të drejtat e tyre, gjithmonë e vetmja mundësi ka qenë organizimi. Kështu që kjo më ka bërë që, sidomos kur ktheva në Shqipëri, të fokusohesha pikërisht te nevoja e organizimit të këtyre grupimeve të ndryshme. Sa vite ke jetuar në Britaninë e Madhe? 5 vjet. 5 vite që ke mbaruar studimet. Çfarë bën një student që prek Britaninë të kthehet në Shqipëri? Po, me thënë të drejtën, unë lidhjet i kisha të forta me Shqipërinë dhe në një farë mënyrë thash, për hiç të së vërtetës edhe konteksti i tregut të punës në atë moment ishte negativ, sidomos për dikë që ishte, le të themi, jo me një pasaport evropiane, le ta themi, ishte procedura më të komplikuara për t'u alokuar në një vend pune, dhe për më tepër mendova që mund të fitoja një eksperiencë të rëndësishme edhe në tregun shqiptar me perspektivën ndoshta për të shkuar përsëri jashtë, por që gradualisht kuptova që si themun, rëndësia edhe e aktivizmit social krahas profesionit tim, ishte një rëndësi shumë e madhe, që jepte kuptim jetës time në një farë mënyrë dhe edhe diçka tjetër që ka shumë tepër kuptim që aktivizmin ta kryesh në vendin tënd, se sa një vend të huaj, pra, sepse lidhjet me vendin tënd janë gjithnjë më të forta dhe në këtë aspekt do thoya që përmbushjen time profesionale, le të themi, e gjeta përmes punës akademike në universitet, ndërkohë që përmbushjen time shoqërore, por edhe si njeri e gjeta nëpërmjet aktivizmit, fal organizatës politike që sot është Lëvizja Bashk. Një diplomë e marrë jashtë, ta bëri jetën më të thjeshtë këtu, a u ndjeve ti i avantazhuar në krahasim me një të ri që është diplomuar në Shqipëri? Tregon ndoshta edhe pak diferencat e arsimit disi jashtë këtu. Për fat të keq po, për fat të keq them, sepse unë në këto 14 vjet që kam qenë pjesë e Universitetit Politeknik, e kam vënë re se si në fakt niveli i arsimimit në Shqipëri ka ardhur duke rënë dhe rrjedhimisht edhe niveli i diplomës ka ardhur duke rënë. Kjo sigurisht lidhet edhe me reformën në arsim që e përmenda pak më parë që ne e kundërshtuam, por lidhet edhe me faktin që numri i nxënësve dhe i studentëve në përgjithësi pra ka ardhur në rënje, kështu që kur ke braktisjen e universitetit detyrimisht do apo s'do bie dhe cilësia, bien dhe investimet, bien gjitha me radhë. Kështu që pa dyshim që edhe në ato kohë kur u ktheva unë në vitin 2009 në Shqipëri, vlente më shumë diploma nga një vend si Britania, po fatkeqësia këtu qëndron në faktin që në këtë eksperiencë time kam parë pra që vlera e diplomës shqiptare, besoj unë në tregun shqiptar, ka ardhur në rënje për shkak të një farë mënyre, do ta quaja mungesës së meritokracisë në vlerësim që u bëhen studentëve nga universitetet shqiptare, publike dhe private sigurisht. Si e shohin studentët një pedagog që është njëkohësisht dhe një aktivist? Mbron kauza apo kundërshton, le të themi, padrejtësi që ndodhin në këtë vend? Se përgjithsisht profilin e pedagogut e kemi në çik më të tërhequr, e shohim pak më ndryshe, ndërkohë që ti nuk je një pedagog tipik. Për këtë sigurisht do duhet pyesni studentët, por... Perspektive që kanë. Okej, unë do thoja që, po, e gjeta veten në një pozitë atipike, mund të them, me valën e protestave studentore në cilët u përfshim, dhe atipike sepse ishim një grusht i ngushtë pedagogësh që vendosëm që të ishim aktiv në këtë protest, madje specifika e fakultetit time, e fakultetit Gjeologjisë dhe Minierave ka qenë që prej vitit 2014, me një vendim të Këshillit të Ministrave, donin të na nxirnin jashtë nga ajo si ndërtesë, dhe kjo bëri që edhe ne të angazhoheshim çik më seriozisht, le të themi, me kauzën tonë lokale, po e quaj të fakultetit, pra. Shpresoj që në një farë mënyrë të kemë dhënë shembullin e mirë tek studentët, sepse një ndër mangësitë e tjera që dalloj unë, le të themi, tek Universiteti Shqiptar, edhe kur e krahasoj me eksperiencën time si student, është mungesa e organizimeve demokratike studentore, unioneve studentore, le të themi, pra. Pra që për studentët është një formë organizimi, një formë pjesëmarrjeje demokratike drejt për drejt në jetën e institucionit të arsimit, duke rregulluar marrëdhëniet si thua edhe me pedagogët, edhe me drejtuesit e institucionit, edhe me njëri tjetrin.
Dhe kjo për mua për shumë kur isha unë student ka qenë një eksperiencë e vyer, të cilën për fat keq e kam parë që ka munguar nga universitetet shqiptare. Ti vetë ke menduar që shiko se nuk duhet jem në protesta sepse mund të më kushtoj vendin e punës, mund të kushtoj karrierën, mund të kushtoj investimin, mund të kushtoj ndoshta vendin e punës së familjarëve të tu, siç mendojnë shumica e shqiptarëve dhe rinë aty në heshtje dhe pranojnë çdo gjë dhe çdo vendim që merr politika, qoftë ky edhe duke rënduar mbi ta. Unë do thoja që në një farë mënyrë forcën për të ecur përpara ma ka dhënë pikërisht studentët. Pra, në një farë mënyrë masiviteti i studentëve në protestat që kemi organizuar ka ushtruar një farë presioni pozitiv edhe tek ata, tek punëdhënësit e mi, le të themi që mund të më kishin kërcënuar me vendin e punës, që gjë që s'ka ndodhur, s'kam se them se jam kërcënuar dhe i kam ignoruar, por që mua dhe kolegëve të mi të pakt, si thash, që jemi angazhuar me kauzën studentore, ka qenë pikërisht pra reagimi studentor dhe në një farë mënyrë frika e reagimit studentor që ka bërë që të mos jemi kërcënuar, po e thash dhe njerë që për ne dhe për mua personalisht ka qenë shumë i rëndësishëm dimensioni i aktivizmit social dhe për hir të së vërtetës ajo që thoni është shumë e vërtet pra në shoqërinë shqiptare ku një pjesë e mirë kanë zgjedhur një farë mënyrë të ruajnë atë vendin e tyre të punës me çfarë do lloj mënyre nga frika dhe unë nuk u vë asnjë faj, me thënë drejtën. Unë do thoja që vetmja mënyrë për të dalë nga një situatë e tillë është pikërisht nëpërmjet organizimit nëpër sindikata. Janë sindikatat ato të cilat i mbrojnë të drejtat e të gjithë punësuarve në vendin e tyre të punës, pra nuk ka pse të kërcënohen me vendin e punës aq më tepër pastaj nga pushteti politik, pra nga administrata shtetërore, nga taksavënësit, nga shumë kusht tjetër, kështu që në këtë aspekt është një luftë e vazhdueshme, një luftë cilën ne do ta çojmë edhe brenda parlamentit, pra ky është synimi. Tashmë nga aktivizmi je në politik për duke synuar që ti jesh në parlament. Çfarë synon të ndryshosh kaq shumë? Unë mendoj se idetë tona si lëvizje bashkë, të cilat i kemi shprehur edhe në programin ton politik, janë me të vërtet ide transformuese të shoqërisë shqiptare në gjitha fushat e saj, siç i kemi analizuar pra. Dhe mendoj se ky si program politik sigurisht që mund të konsiderohet një program qeverisës, por padyshim nuk do aplikohet në pas zgjedhjeve të 11 majit, sepse do duhet kishim në dorë pushtetin politik apo jo për ta implementuar këtë. Megjithatë është një vizion i qartë, i shprehur në ezeza mbi të bardhë, si thua, i cili mendojmë seriozisht se duke luftuar për të, jo vetëm brenda sallës parlamentit, por edhe aty në rrugë, siç kemi bërë për gjithë këto vite pra një kombinim, një marrëdhënie e ndërsjellët mes aktivizmit në rrugë dhe luftës politike në parlament, ne besojmë fuqimisht se do bëj të mundur realizimin e këtyre ideve. Dhe ne këto ide i shohim me një potencial transformues të shoqërisë shqiptare shumë të madh. Kështu që me këtë synim shkojmë. Sa shanse mendon që keni ju kundrejt partive të mëdha që dihet që e kanë të formësuar elektoratin ndër vite? Në avantazhin tonë në një farë mënyrë kemi delegjitimimin e partive të vjetra, le t'i quajmë pra. Një farë soi lodhjeje të përgjithshme me gjithë këto problematika për cilat edhe folëm bashkë që perceptohen për ditë nga publiku shqiptar. Dhe sigurisht sfida jonë është që të bindim publikun shqiptar që idetë tona janë të duhurat, janë të realizueshme dhe janë ato të cilat do bëjnë të mundur këtë kapërcim të madh. Padyshim sfida është e madhe, padyshim që do varet nga votbesimi, le të themi, që do na japin, por unë them gjithmonë që Lëvizja Bashkë kohën e ka nga ana jonë. Pra ne kemi kohën nga ana jonë sepse ne i qëndrojmë këtyre parimeve dhe besojmë se 90% e popullit shqiptar do vi dhe do konvergoj për të rënë dakord me këto parime dhe me këto vizion që kemi ne. Megjithatë, ndoshta koha nuk është në anën e Shqipërisë, sepse nga keqeverisja prej 34 vjetësh kanë shtërruar burimet natyrore, është dhënë me koncesion gjithçka, është privatizuar për 1 lek, investitorë strategjik kanë grabitur plazhet e merat. Kështu që sfida jonë është pikërisht të bindim sa më shpejt publikun shqiptar për të realizuar këtë ide. A duhet të vihet në dyshim idealizmi juaj, sepse përgjithsisht kandidatët vinë me ideale shumë të mëdha, të cilat ndryshojnë gjatë rrugës, le të themi që në vitin e parë. Historia këtë ka treguar.
Pa dyshim që duhet vjen në dyshim idealizmi ynë, pa dyshim. Çdo politikan i cili hyn politikës nuk mund të merret për të mirëqen. Prandaj them që është sfida jonë për të dëshmuar edhe një herë tek ajo pjesë e publikut e cila nuk na njeh tashmë, se një pjesë e mirë na njeh për aktivizmin ton prej 14 vjetësh. Por ata të cilët pjesa më e madhe që nuk na njohin për ato për çfarë qëndrojmë, çfarë kemi bërë në gjithë këto vite, do duhet të dëshmojmë pikërisht idealizmin ton dhe pa lëkundshmërinë nga parimet tona, pra, pa dyshim. Pse duhet që një votues të zgjedhë Redin në atë listën e shumë të kandidatëve, për shembull dhe jo një kandidat tjetër në Tiranë? Po ta keni vënë re, jam i bindur që edhe ju e keni vënë re, sidomos me këto listat e hapura, bëhet shumë reklam individit si kandidat dhe jo ideve. Ndërkohë që ne, si Lëvizje Bashkë, kemi punuar për më se një vit për të hartuar programin ton dhe rrjedhimisht theksin e vënd tek idetë tona, të shprehur në këtë program pra. Kështu që arsyeja pse dikush duhet të votojë për Lëvizjen Bashkë është e qartë, e shkruar në programin ton dhe sigurisht është i hapur për debat dhe për diskutim me këdo. Pastaj, pse unë kam më shumë shanse që të shkoj në Parlamentin e Shqipërisë, kjo është falë zgjedhjes që kanë bërë shokët e mi të Këshillit Koordinues për të më vendosur të parë në listë, për të më vënë mbi supe një përgjegjësi që unë këtë si vizion ta përçoj nga salla e Parlamentit tek publiku shqiptar. Po pra, dhe publiku do thoshte, çfarë diferencë do më bëj Redi nëse zgjedh? Po, dhe njëherë janë idet ato për cilat ne luftojmë fort. Unë jam aty thjesht... Do të qëndrosh tek lëvizja patjetër. Jo, do të unë jam përques i zërit të këtyre ideve, pra. Dhe shpresoj që këtë punë ta bëj mirë dhe siç duhet dhe e marr përsipër për ashtuar përpara, po nuk është individi, janë idet. Po mirë, ti mendon që qytetarët shqiptar votojnë për idet apo për logot? Se unë kam perceptimin që votojnë për logot. Nëse ti je idealist sa mendon që votojnë për idet, jam e hapur. Po, është e vërtet kjo që thua, por ne shpresojmë shumë që nëpërmjet të ndryshojmë çike edhe kulturën e politikës, pra, sepse kur publiku shqiptar i ushqehet gjithmonë një farë debati i bazuar tek batutat, te shkëmbimi batutave mes personazheve politike, atëherë edhe vetë politika dashur pa dashur perceptohet si kjo gjë, edhe vetëm kaq. Dhe kush tha batutën më të bukur, si më thënë, mund të marrë dhe votën në fund të ditës.